Nëse dikujt ju ja doni të mirën, edhe doni me pa në rrugë të Zotit, mos filloni me gjana tretësore apo 10-core, po filloni me gjana të parësore. Filloni thuaj, o vëlla i nderuar, o vëlla i dashur, o miku im, o shoku im, të lutem për hatër të Allah. Se mua nuk më hin xhep, po për hatër të Zotit, që t'i ka dhënë tëna këto të mira, fale namazin. Edhe Lokmani i urt, një njeri që disa thonë ka qenë pejgamberi i Zotit, disa që thonë që ka qenë një urtak, edhe për shkak të pozitës nalë që ka pas Lokmani alayhis salam, Allahu e ka emërtuar një surë në Kur'an me emrin Luqman, surja Luqmanit. Edhe i ka dhënë këshilla, ju i dini, keni dëgjuar. Me 10 apo 100 këshilla i ka dhënë birit të vet, e ndër të tjera thot, o biri im. Do me thonë veç jam jeti. O biri im, fale namazin, aqimis salat.